Rushdi Binaku çdo ditë udhton me autobusin e linjës Mitrovic-Prishtinë. Kjo pasi Binaku tash e një kohë punon në kryeqytet. E çmimi i biletës që paguan për rrugën që bën nga fshati Lumadh i Vushtrës në Prishtinë për të është i lartë. Bileta shumë stresur, se nofta u liru një euro 15 centja, e bileta është katastrofë stres. Sa paguni biletën? Unë paguaj 70. Atëre kima llogari me orë me kerë. E kjerën e mund shtaftë edhe për një javë ditë ka përcen. Por ky çmim nuk po i duket i lartë disa kompanive që transportojnë udhëtar nga Mitrovica në Prishtinë. Madje, ata kërkuan që çmimi i biletës të rritet për 30 cent. Shoferët e linjave Prishtinë-Mitrovic nuk kanë dashur të flasin para kamerës, mirë po ata kanë thënë se ka pasur një iniciativë që biletat prej Prishtina në Mitrovic të bëhen nga 1.50 në 1.80, iniciativë e cila nuk është aprovuar. E kjo iniciativë, sipas shoqatës së autobusëve në Mitrovic, ka ardhur nga disa kompani të vogla. Kërkesa për rritjen e çmimit ishte bërë pasi së shpejti pritet të ulet numri i udhëtarëve student, të cilët do të përfundojnë ligjëratat universitare. Kam pas do që nuk janë kompetent për akun, që kanë një autobus 2, dhe var firma që si avlen me pol me ta. Ta s'kanë udhëtare, kanë menu që hajde t'i bojnë biletat, jem natë të bëjmë atë punës. Për shtrajtojnë biletat me i qesën media, gjojna një arsye për qa shtrajtojnë me ditë çfarë. E jo veç hajde, apo dhe këto kompani të vogla një aty edhe tash është pak sezona, ju bjem puna kena për Prishtinë edhe kënë mënu hajt pak që është të me bo diçka më interesant. E kjo kërkesë për disa udhëtar është e paarsyeshme. Ma real është 1.50, në shpedi janë shëjtu krejt. Për herë të fundit, çmimet e biletave nga Prishtina në Mitrovic ishin ngritur në vjeshtën e vitit 2022.